Avokati Ylli Manjani, i ftuar në një studio televizive, ka shpërthyer ndaj një pjesë të protestuesve që sipas tij e kanë sharë dhe ofenduar në rrjetet sociale dhe në telefonin e tij. Manjani, i pyetur në lidhje me protestën, tha se nuk e kishte ndjekur atë dhe u dha një mesazh atyre që ofendojnë. Ndërsa më tej edhe vetë juristi nuk i kurseu sharje dhe ofendimet e rënda ndaj një pjese të protestuesve. Pjesë nga biseda. Si e ke parë protestën? Manjani, se kam parë fare deri më tani, me thënë të drejtën. Ka marrë vesh se ka pasur një protest, erdha këtu dhe e pash, por s'më ka dhënë asnjë emocion. Si nuk të jep emocione? Manjani, nuk më jep, çfarë problemi ka? Dhe më tepër, kur disa prej tyre kanë marrë guximin të më shajnë në telefonin tim me rrok shtëpie, rrok ku ti ken. Ja, po e filloj kështu. Të ruajmë etikën, Manjani. Etikën ta ruajnë ata, se kurva e kurvar, po e përdor tani ata legend, pisa, qelbësira, të cilët trashin gjuhën në mënyrë private. Ata që kanë marrë përsipër të më shajnë në telefonin tim janë të sharë deri në brezin e tretë, se s'po çoj më shumë. Ku ti ken? Hajdeni tani me gjithë protest, se s'dua t'ja di fare. Na kanë sharë të gjithëve. Manjani, nuk i kam borxhës kujt. Unë dhe familja ime si kemi borxha s'kujt. Kjo dhunë është pislëk. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.